Një aksident i rënd me pasojë vdekjen e Flori Koroveshit, një fëmijë 2 muajsh nga fshati Podgorie, ka ndodhur paraditën e sotme përgjatë aksit rrugor Korç-Pogradec. Ngjarja ka ndodhur në afërsi të fshatit Leshnic, si pasojë e përplasjes së 2 mjeteve me targa Pogradec 3456B dhe Pogradec 4738B. Shkaki i aksidentit ka qenë mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor. Uniformat blu bujnë me dije se makina ku udhtonte fëmia bashkë me prindrit e tij ka qenë duke dalë nga fshati, ndërsa i ka prerë rrugën automjeti tjetër. Sipas policisë, në këtë aksident kanë mbetur të plagosur prindrit e fëmijës, si dhe 2 persona që po udhtonin automjetin tjetër. Mësojmë se 4 të plagosurit ndodhen pranë spitalit të qytetit të Korçës, njëri prej të cilëve në gjendje të rëndë për jetën. Një tjetër aksident me pasojë vdekje ka ndodhur në qytetin e Durrësit. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Porto Romanos, ku një automjet me targa Tiranë 9272L ka përplasur për vdekje 6 vjeçarin me inicialet Esheu. Menjëherë drejtuesi i automjetit, Redi Theodori, e ka dërguar të miturin në spital, por fatkeqësisht 6 vjeçari nuk ka mundur dot jetojë si pasojë e plagëve të marra. Më pas drejtuesi i automjetit, Redi Theodori, është vetë dorëzuar në polici, ku po merret në pyetje për të zbardhur edhe shkaqet e vërteta të aksidentit.